Kjo konferencë përmbahet në një moment vendimtar, kur përgjegjësia institucionale dhe respektimi i afateve kushtetuese janë thelbësore për stabilitetin e vendit. Ju njoftoj se në cilësinë e kryetarës së Kuvendit, deri në këtë moment kam pranuar vetëm një kandidaturë për president. Kjo kandidaturë është propozuar nga 30 deputet nënshkrues. Sipas dokumentacionit zyrtar që unë kam para vetes, një pjesë e deputetëve nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, si dhe disa deputet nga grupi multietnik ka nominuar zotin Glauko Njufca për kandidat për president të Republikës së Kosovës. Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në veçanti në interpretimin e dhënë nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, procedura për zgjedhjen e presidentit kërkon që në proces të jenë së paku 2 kandidat të vlefshëm. Procesi i votimit nuk mund të fillojë pa u përmbushur ky kusht themelor procedural.